Rruga e bën. Me rrugën lëviz jeta, shëndeti, lëviz ekonomia, lëviz ushtria, lëviz siguria, gjithçka përmes rrugës lëviz. Ju llogarisni një diçka që unë s'mbaj mend, kam pyetur njerëz më të vjetër, nëse ata mbajnë mend dikur që neve kemi pasur jugun të bllokuar nga kryeqyteti. Dhe efektet janë ndjerë me njëherë, po shihen rritje të çmimeve të produkteve bujqësore në treg, rritje e shtrenjtimit të çmimit të biletës, natyrisht kolaps tek transporti urban edhe i mallrave. Ta kujtojmë dhe një element të rëndësishëm. Dhe kolaps edhe në jetën e përditshme të njerëzve. Për shkak të politikës së centralizimit që bëri Edi Rama në gjithë to qeveri që solli i hoqi të gjitha shërbimet nga zonat më të largta, duke i afruar vetëm qytetet më të mëdha. Tash kujtojmë një diçka, të gjitha shërbimet ata duhet i marrin në qytet tjetër. Nëse Tiranë, për shembull, smurët duhet vinë në Tiranë, e vetmja qendër tretësore ndodhet në Tiranë. Po të smurët e drejtësia, e gjykatat e apelit që janë zhvendosur. Ai vetë lëviz me helikopter apo jo? Larg qoftë të bllokohet Vlora, duhet vinë të marrin në Tiranë dokumentet e kadastrës, nëse kërkohen. Eksakt, pra flasim për kadastër, flasim për çdo lloj shërbimi që është i centralizuar. Dhe nga ky aspekt, neve nëse na bien rrugët gjithandej, bie komunikimi, po çfarë është sovraniteti i një shteti në fund fare ditës? Nëse nuk garanton dot shërbime, nëse as nuk arrin dot atje në kohë. Dhe t'i bim neve maleve për me shku një qytet tjetër